Përshëndetje shikues nderuar të emisionit Economics. Mirë se po takohemi sërish në këtë edicion të ri, ku do t'ja kushtojmë tërësisht diasporës. Ngjarjeve që vetë ata janë duke organizuar, por do të kemi edhe rrëfime për disa nga ta, të cilët kanë vendosur në periudha të ndryshme kohore që të investojnë në vendlindje, që të krijojnë vende pune, të realizojnë gjëra unike, duke kontribuar kështu në zhvillimin ekonomik të vendit. Juftoj të qëndroni me ne për të mësuar detaje. Rrjeti global i bizneseve shqiptare organizoi sërish konferencë ekonomike në Prishtinë, ku morën pjesë shumë biznese nga sektorë të ndryshëm, përfaqësues të qeverisë, përfaqësues të komunës, odave ekonomike, shoqëria civile, por jo vetëm. Në konferencë kishte panaer, takimi B2B e sesioni diskutimi në disa fusha. Në hapje të konferencës u theksua se qëllimi është bashkimi i forcave të diasporës ndërmjet vete, si dhe me bizneset vendore për investime, duke kontribuar kështu në hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e prodhimit vendor dhe eksportit të tyre për të pasur zhvillim më të madh ekonomik. E në ditën e dytë të konferencës kishte edhe vizita në teren në disa fabrika në Gjilan. Ndjekim disa nga deklarimet në hapjen e kësaj konference. Është kënaqësi e madhe për mua të jem sot këtu, në mesin tuaj, në një ngjarje që është më shumë se një konferencë. Është një takim zemrash dhe mendjesh që punojnë për të njëjtin qëllim, zhvillim ekonomik dhe forcimin e lidhjeve mes nesh, kudo që ndodhemi nga Australia në Kanada. Këtë herë konferencën e kemi realizuar duke bashkuar degët të rrjetit, siç e potencova nga Kanada në Australi. Dhe kjo është dëshmi se fuqia qëndron në bashkëpunim, bashkë. Që nga dita e parë, qëllimi ynë ka qenë i qartë, të lidhim diasporën me vendlindjen, të krijojmë ura bashkëpunimi mes bizneseve tona dhe të forcojmë ekonominë tonë përmes rrjetëzimit. Puna jo nuk është e lehtë, sidomos tani në këtë kohë të recesionit ekonomik, por është punë me zemër dhe sot, më shumë se kurrë, jemi të bindur se ky rrjet dhe organizimet tona janë forca kryesore për ndryshimet pozitive. Faleminderit për praninë tuaj, për kontributin tuaj dhe për besimin në këtë mision të përbashkët. Të jesh pjesë e ngjarjeve siç është kjo, të jap vullnet për të vazhduar punën me tutje. Ju e bëni këtë të mundshëm me prezencën tuaj. Bashk ndërtojmë, bashk rritemi, bashk e bëjmë të pamundurën të mundur. Me juve bashk na do arrim çdo gjë. Vërtet është një kënaqësi dhe nder i veçantë të jem sot me ju të gjithë në këtë konferencë të rëndësishme që bashkon bizneset shqiptare nga diaspora dhe trojet tona për ndërtuar ura bashkëpunimi dhe zhvillim ekonomik të qëndrueshëm në gjitha vendet ku veprojmë. Diaspora është një nga shtyllat kryesore të zhvillimit qëndrueshëm të Republikës Kosovës dhe ne shohim diasporën si kapital njerëzor, përpara se ta shohim si kapital financiar, sepse është një forcë që sjell njohuri, përvojë, teknologji, lidhje me tregjet ndërkombëtare dhe më shumë. Në këtë drejtim jemi të përkushtuar të krijojmë lidhje të forta në mes ndërmarrjeve të diasporës të bizneseve tona, të cilat kanë shumë potencial të pashpalosur përmes investimeve qoftë në nearshoring me afër bregut, por edhe përmes shkëmbimit të dijes. Modeli i zhvillimit ekonomik të Kosovës po evoluon nga mbështetja ndërgesat financiare drejt rritjes së investimeve dhe eksporteve. Diaspora po luan një rol kyç në këtë tranzicion duke ndihmuar në transferimin e teknologjisë dhe ngritjen e industrisë sonë. E cilat janë mundësitë që ofron Kosova për investimet nga diaspora? Republika e Kosovës ofron shumë avantazhe konkurruese për investime dhe transformim industrial. Qeveria jonë është të përkushtuar në krijimin e një ambienti të favorshëm për biznes duke reduktuar birokracinë, përmirësuar shërbimet administrative dhe zbatuar reforma të guximshme ligjore dhe ekonomike. Me krenari dhe entuziazëm të thellë ju mirëpres këtu në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës, teksa bashkohemi për konferencën ekonomike të majit 2025, pra sot qëndrojmë këtu në udhkryq të mundësive ku idet takohen, partneritetet krijohen dhe themelojnë baza për një të ardhme më të begat për vendin tonë. Prishtina
ka qenë gjithmonë një qytet i rezistencës, i ambicjes, një qytet i inovacionit. Dikur një vend në kërkim të afirmimit në skenën ekonomike globale, e sot po shndrohet në një qendër të ndërmarrësisë, të investimeve dhe të përparimit. Jemi dëshmitar të një epoke të transformimit, ku bizneset lokale po lullëzojnë, partneritetet ndërkombëtare po forcohen dhe fryma e vendosmërisë na udhëheq drejt një epoke të re të rritjes ekonomike. Një numër i madh i kompanive këtu edhe që jeni prezent sot, edhe shumë kompani të tjera nga vende të ndryshme të botës, po e zbulojnë se kryeqyteti Prishtina ka balancin e duhur mes jetës edhe punës. Një tjetër arritje po ashtu e rëndësishme për kryeqytetin është që në vitin 2030 Prishtina do të jetë një koqire e lojrave mesdhetare, e cila është një ngjarje historike që do të sjellë investime të mëdha në infrastrukturën sportive, po ashtu edhe hotelerike, gastronomike, dhe do ta promovoj kryeqytetin ton në arenën ndërkombëtare. Kjo konferencë, Rrjeti Global të Bizneseve Shqiptare, është një model i suksesshëm se si diaspora dhe vendinja mund të veprojnë bashkë për zhvillimin e qëndrueshëm të trojeve tona. Pjesëmarrja e komunës së Preshevës në këtë konferencë vjen si vazhdimsi për kushtimin ton për zhvillimin ekonomik për të ofruar kushte të pavarshme në investime. Në korrik të vitit 2024, në Preshevë organizuam konferencën ekonomike me moton Ekonomia shpëton Luginën në bashkëpunim me Unionin e Aparis Revizionin Preshevë me Vetë Bujanos, të cilin falenderoj përzemërsisht sepse me të vërtetë janë një ndërlidhje urlidhëse mes diasporës dhe Luginës së Preshevës. Kjo ngjarje ishte një sinjal i qartë i hapjes së komunës sonë ndaj bizneseve shqiptare nga të gjitha trevat dhe diaspora. Faleminderit zotërit Xhelal Mehmeti. Në këtë drejtim, Komuna e Preshevës ka finalizuar përgatitjet për zonë industriale e cila do të ofrojë truall në infrastrukturë përcjellëse për ndërmarrje prodhuese me kushte të përshtatshme dhe të subvencionuara. Brenda kësaj zone kemi parapar edhe vendosjen e një qendre grumbulluese me qëllim që të mbështetet zinxhiri i vlerës në bujqësi dhe plegtori, dy sektor me potencial të madh në territorin tonë. Unë them që ne si shqiptar tani jemi në një stad tjetër, kemi kalu stadin folklorik patriotik dhe do të jemi në atë stadin patriotik ekonomik dhe të investojmë sa më shumë në këtë pjesë si në aspekti material, por edhe në atë të dijes që të kalojmë në atë stadin kur synojmë ne në Bashkinë Evropiane. Si përfaqësues i Odës Ekonomike Gjermane, dua t'ju them që na jena kogja të orientuar rreth zgjidhjeve dhe rreth solutions oriented që thojnë. Muajin e parë që fillova, pa ta fati kemi 2 investitorë potencial gjerman në Kosovë, të cilët kanë treguar interesim me investu këtu. Dhe kjo ma dha një ndjenjë shumë të mirë që Kosova ka që ofron, bizneset tona kanë që ofrojnë. Ne me kolegë tonë i organizuam gjithë vizitën, i qumë në për gjitha qytetet e Kosovës dhe i taku me ato bizneset të cilat janë në industrinë e tyre, i taku me institucionet e Kosovës, me doganën, me ATK-n, edhe u ndonë shumë të kënaqur si me pritje, si me informata që i morën, po edhe me ato që apon të bizneset, po edhe në jetën e përditshme të Kosovës. Kështu që kjo është një shumë e mirë. Në të dy rastet kur lidhse ishte diaspora, në të dy rastet kishim përfaqësues tonë të diasporës, këtë rast ishin nga Gjermania, të cilë e ndihmuan këtë bashkëpunim. Mirë po ne i kemi dyrë të hapura për gjithë, jo vetëm për diasporën tonë në Gjermani, po edhe për juve tjerë nga vendet tjera, për cilët jam shumë i lumtur që edhe disa po i shoh sot për herë të parë nga Australia, nga vende tjera. Biznesi është ai që na bashkon, e qysh po shohim edhe sot këtu kemi përfaqësues edhe nga Presheva, edhe nga viste tjera, domthonë kur bëhet diaspora dhe biznesi bashkë nuk ka çfarë ndalë.
Kjo konferencë ndër të tjera kishte për qëllim edhe bashkimin e degëve të rrjetit në përbot në një vend për të arritur bashkëpunimin. Aty kishte kryetar të degëve të rrjetit global të bizneseve shqiptare nga disa shtete si Australia, Anglia, Italia, por edhe shtetet të tjera. Ndjekim materialin në vazhdim. Rrjetit është mas 11 vite e kemi dhe nuk ka qenë pas sfida. Pos bashku i kemi kalu dhe i ka përcejmë dhe vazhdojmë të rritë. Në Australi kemi qindra biznese prej ma shumë se 200.000 shqiptarë që janë aty vendas dhe kanë rritë ashterit e generata e pensë. Në Australi në sfidohë me shumë gjëra. E kemi modin ekstrem, kemi kaftë rrezikshme, po mbi gjitha, gjithmonë jemi testuar nga tirania e distancës, e geografia. Megjithatë, rrjeti i biznesit për viti 2015 nga ka njëru, u afru, edhe me njoh njëri tjetrin, edhe me bashkëpunu. Rjetin që shpërshijet është në ofenziv të mirë, në reorganizim total, ka ndodhë përkushtim në punë, kundraj regresionit ekonomik që po ndodhë në barë globin, po ashtu edhe në Evropë dhe vendin tonë, po mungojnë investitorët, për ata jemi në ofenziv, me i aktivizu bizneset, me i shfrytzu potencialin që kemi, me këshyr aty ku kemi mundësi me depërtu, me ofertat tona, bizneset tona vendore, po edhe ato që i kemi në mërgat. Kjo konferencë ka B2B, panaer, diskutime, çka pritën konkluzat për kësaj? Ne bisedum edhe me kryetarin e Prishtinës, cilën e përgëzoj me atë fjalim aq informus, po edhe ftesë na bone për me investu ma shumë në vend. Bisedum që në takimet e ardhshme t'i mbajmë në Pallatin e Rinis, që njohim si Bora Ramizi, pasi që kemi shumë biznese, po kanë që prezentojnë, edhe po kërkojnë ma shumë hapsin, që mjë dhonë mundësi. Unë e vi nga bota, nga shtetet që e kanë shpik panairin. Do më thonë Gjermanofol, shtetet Gjermanofol, sidomos Gjermania, po dhe Austria, Zvicra, para 100 vjetë kanë fillu me prezentimin e produkteve të veta. O shumë e rëndësi me po produktin përsafërmi. Me taku biznesin përsafërmi, bisedu, mja gjatë dorën, edhe mu informu komplet që ka bojnë kompanit tona. Tash na jemi në atë fazë, si rrjeti biznesit, po sigurisht me institucione, me media, me njerëz që ja dojnë të mirën ekonomisë tonë, po edhe që ja kanë kuptuar rëndësinë e ekonomisë, besoj që kemi adal, edhe kjo është ajo që po mundohemi me bë si rrjeti biznesit, pas 12 vjetë, a kemi krejt potencialin këtu të mërgatës edhe të biznesit, sigurisht që nuk është asë 1%, 2-3%. Megjithatë, mesazhin që do me çu te biznesit tjera është, bashkohuni me neve, merrni informatat të na, shfrytëzoni mundësi që po na ofron rrjeti edhe këto aktivitetet ekonomike si panaer, konferencë, ose çu doni quani, po krejt komplet me karakter ekonomik. Pra nëpërmjet këtyre ngjarjeve po synohet tërheqja e investimeve nga diaspora në Kosovë si dhe rritja e bashkëpunimit me bizneset vendore. E shembulli suksesshëm i këtij bashkëpunimi është edhe industria e drurit. Në parkun e biznesit në Drenas ka filluar ndërtimi i Akademisë së Përpunimit të Drurit, ku për herë të parë në Kosovë dhe rajon po ndërtohet një objekt i parafabrikuar nga druri, 4 nivele me mbi 800 metra katror. Këtë objekt po ndërton një kompani nga diaspora e cila ka vendosur të investojë në Kosovë para afro 10 vitesh. E një ngjarje të tillë ngjalli kurreshtin e studentëve të arkitekturës dhe dizajnit nga Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj, ku panë nga afër këtë ndërtim unik. Ndjekim intervistat në vazhdim. Para 2 dite filloi më në fund edhe montimi apo instalimi i objektit Sheu Academy, do më thonë që do të jetë një qendër e trajnimit profesional për drejtimin apo profilin e zrugtarisë, edhe sot patëm fatin që Ushafi apo Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Ferizaj dëshiroi që ta ketë një vizitë studimore. Fatkeqësisht sot po bjen shi edhe e kemi nalë ndërtimin, po studentat nuk u ndalën dhe erdhën me pa që një ndërtim pak më ndryshe, ndërtim të parafabrikuar, që është komplet koncept eko, e gjitha një ndërtesë 4-katëshe, që do të jetë komplet me konstruksion druri. Edhe është me interes të veçantë që të shihet edhe nga studentët, sepse studentat
e Universitetit të Shkencave të Aplikuara drejtimi i arkitekturës dhe dizajnit do të jenë ata që do të krijojnë ndërtesa të reja apo ndërtesa në të ardhmen. Është e para, jo vetëm në Kosovë, po në rajon, që bëhet ndërtesë komplet me konstruksion druri, po ndihmesën e metalit apo betonit, edhe jemi krenarë që po bim një model apo një nivel të ri të ndërtimit në Kosovë. Kjo ndërtesë do të ketë produkte të gjithë industrisë. Çka e bën të veçantë këtë akademi? Tash e 5 vite kemi qitë më shumë se sa 600 kandidat apo student, edhe sot pothuajse në gjitha prodhuest nëpër Kosovë gjenden edhe studentat tonë, edhe kanë një arritje në karrierë, një rritje në profesionalizëm jashtëzakonisht madhe. Për këtë arsye dhe na kanë detyruar që të bëjmë investimet e radhës së bashku me ndihmesën e Regional Challenge Fund, të financuar nga KFV, që na bën të mundshëm që ta ndërtojmë një objekt të tillë që do t'i jetë në shërbim të studentave të profilit të zgduktarisë edhe mobilerisë në përgjithësi. Sot kemi një rast studimor lidhur me ndërtimin e shtëpive nga druri, nga konstruksionet inxhinierike me studentët e vitit të parë të Fakultetit Arkitekturës, Dizajnit dhe Teknologjisë drurit. Kështu që së bashku me student dhe me kolegë do të bëjmë një rast studimi lidhur me këtë ndërtim i cili mund të konsiderohet një fushë e re, ku për shembull do të synojmë që të aplikojmë ndërtime të kësaj natyre më shpesh në vendin tonë, duke qenë se druri dhe materialet ekologjike janë trend botëror, përmes të cilave edhe ne duhet të deportojmë me programet të studimit që posedojmë. Si e vlerëson ndërtimin e kësaj akademie për studentët që do ta shohin përsëri në një objekt 4x4 si ndërtimi parafabrikum prej drurit? Është jashtëzakonisht mirë e menduar kjo pjesë ku studentët do të mund të vinë, të ndjekin domethënë pjesën praktike, ta gëshëtojnë teorinë me praktikën, edhe një herë të arrihet objektivi parapar nga kjo ndërmarrje, me që rast do të mund të krijohen kuadro të reja, të cilët do të kenë shkallësi të mira praktike, ku do të mund të realizojnë projektin e tyre në faza të ndryshme, nga teoria e deri te pjesa përfundimtare praktika, e cila normalisht shkon nëpër etapat e saj përmes një procesi të gjatë teknologjik, i cili në këtë rast do të mund të elaborohet mirë nga njerëz profesionistë. Ky objekt që ka filluar më ndërtu e veçanta këtij është që është shkollë profesionale spari, domethënë trit e drejtimeve të ndryshme, domethënë arkitekturë, inxhineri edhe ndërtim, kanë mundësi me bë mësimin edhe praktikën në të njëjtin objekt. Është ekologjik, është hera parë që ndërtohet në Kosovë një objekt i këtij lloji, domethënë 4 nivele, edhe të interesuar për ekologjinë kanë mundësi me ardhë, me shiju, me pa, me vizitu. Me ndërtu 4 nivele vetëm prej drurit, pra ndërtimi parafabrikum. Sa është e vështirë një gjë e tillë? Fatmirësisht në eksperiencën e kemi, domethënë është hera parë që ndërtojmë 4 nivele në Kosovë, po kem bën ndërtesa shumë të mëdha në diasporë, posaçërisht në Zvitër kemi ndërtu objekt prej 4000 m2, që është fabrikë e orëve, domethënë ka sfida e parë e jonë në vitin 2017, domethënë prej vitit 2017-25, eksperienca jonë është zgjeruar edhe kjo është diçka shumë normale për neve. Çka tregon për bashkëpunimin e diasporës me bizneset e Kosovës, për shkak se ju vini nga Zvicra, pra nga diaspora dhe keni investuar në Kosovë? Njerëzit tonë diasporë që e dojnë vendin, edhe që kanë mundësi me investu në vend, le të heqin paragjykimet, le të drejtohen ka Kosova, ka mundësi bashkëpunimi, ka mundësi prodhimi, ka gjitha mundësit ekzistojnë, vetëm paragjykimet mos të ekzistojnë. Sa është zhvillu industria e ndërtimit parafabrikum dhe ku jeni të eksportu? Neve kur kemi filluar në vitin 2015, eksporti i shtëpive të parafabrikuara prej Kosovës është konë zero. Domethënë jemi konë ndër të parë që kemi filluar këtë drejtim, edhe vitin që lam eksporti i shtëpive të parafabrikuara drejt Evropës i ka kalu 14 milion. Domethënë është një avancim shumë i mirë në këtë drejtim. Ky vit lajmërohet më konë dikon 30% akoma më i mirë se kur viti i kaluam. Neve si kompani jemi në fazë
të investimeve dhe pretendojmë që prej janarit vitit tashëm me ndërtu minimalisht 250 shtëpi familjare, mos flasim edhe për objekte tjera industriale, destinuar për tregun e Evropës. Një ndër fushat kryesore ku bëhet thirrje për investime nga diaspora është prodhimi. E në javën që e lëm pas, u hap fabrika për riciklimin e tullave zjarrduruese, një investim ky nga diaspora gjermane në bashkëpunim me investitor gjerman, duke bërë kështu Kosovën qendër për e rajonit për grumbullimin, riciklimin dhe prodhimin e tullave zjarrduruese për tregun gjerman, por jo vetëm. Por sa vende pune janë krijuar nga ky investim? Cilat janë sfidat konkrete me cilat ballafaqohen kur vendosin të investojnë në vendlindje? Për të gjitha këto, ju ftoj të ndiqni reportazhin e vazhdim. Argjend Halili është drejtor për Kosovë i fabrikës së parë për grumbullimin dhe riciklimin e tullave zjarrduruese për industri të rëndë, e cila është vendosur në zonën industriale në Trepç. Kjo fabrik e vetmja në rajon u hap pak ditë më parë, që është investimi një afarisi nga diaspora në Gjermani bashkë me investitor gjerman. Drejtori menaxhues i kompanisë vjen nga Kosova, i cili ka migruar në Gjermani në vitin 1992, edhe pak për kauna patriotike, dashuria ndaj vendit. Kjo është kompania e tretë e Hornend Co Group që hapet, do të thotë përveç kompanisë e cila jep shërbime në industri, e cila tani mirret edhe me ndërtim të ulët. Kompania e dytë është hapur në vitin 2022, është një laborator industrial, është shumë i klasit evropian, ajo është në Prishtinë, ndërsa kompania e tretë që me plotësu zinxhirin e aktiviteteve edhe fushveprimit që merret kompania në Gjermani, atëherë kemi vendos edhe për hapjen e nisës së tretë, e cila është Mireko, është një shkurtesë për Minerals Recovery. Do thotë e bëjnë riciklimin e disa mbetjeve industriale. Po këto mbetje industriale janë shumë të veçanta, janë mbetje të tullave zjarrduruese me cilat izolohen furrat e industrisë tonë. Pas shumë hulumtimeve, kontakteve me njerëz, edhe autoriteteve kosovare, kemi ardhur në vendim që ta hapim këtë impjant të riciklimit të tullave zjarrduruese këtu në Trepç, në zonën industriale të Trepçës, në këtë hangarin e madh, hangar gjigant, 5400 metra katror, pas një shtyllë në mes, e cila është një objekt shumë domethënës ose na kryen shumë punë për arsye të manipulimeve me makineri të rëndë. Dhe ja sot po e bëjmë hapjen e këtij impjantit. Sipas Halilit, afarisi nga Kosova, Argjend Kameraj, kishte shkuar në Gjermani para afro 30 vjetësh dhe ka arritur të bëhet edhe aksionari kompanisë gjermane atje, por që qëllimin e kishte kthimin në vendlindje për të investuar. Dhe me këtë investim janë hapur disa vende pune, duke u bërë pikë referuese për gjithë rajonin në këtë sektor. Është një me kapacitet vogël, na do të synojmë deri në 5000 ton reciklim të tullave zjarrduruese të përdorura, të cilat do të mblidhen nga gjithë Evropa juglindore. Pak më ngushtë themi nga gjithë Ballkani, edhe jemi bërë si pikë në hartën e industrisë evropiane me këtë pikë të reciklimit. I gjithë materiali do të shkojë për eksport. Ne do të synojmë diku në reciklim të 2000 tonëve material në vit. Pastaj gradualisht ndër vitesh të ngritemi në 5000 tonë, pa synimi jon kështu caku final do të jetë 12 deri në 15000 tonë të materialeve. Këtu do të punësohen fillimisht 8 deri nga punëtor. Ata do të trajnohen mirë, do të trajnohen këtu në vend, do të trajnohen edhe në Gjermani. Investimi ka shku deri tash deri 1 milion euro, vetëm i Minerals Recovery. Po nëse këshirëm në total 3 kompanitë që kemi, ka shku deri në 7 milion euro. Por cilat janë vështirësitë me të cilat ballafaqohen investitorët nga diaspora dhe çfarë duhet të ndryshohet për ta lehtësuar këtë proces? Byrokracia, fakt është, një element ose një pikë që nuk e përmendëm, është edhe pajisja me leje të ambientit ose leje mjedisore, e cila fatkeqësisht i ka 3 hapa. Ka hapjen e pëlqimit komunal, ka hapjen e pëlqimit mjedisor dhe hapjen e pëlqimit edhe të lejes mjedisore, që lëshon nga Ministria e Ambientit. Kolegëve të mi gjerman pju duken procese shumë gjata, ose procese pa definim.
Në hapjen e kësaj fabrike ishte edhe drejtori general I kësaj kompanie, partneri gjerman Nenad Tanashić. Ai thekson se Kosova ka potencial për investimet e huaja, por duhet të krijohen politika më të favorshme, veçanërisht për kompanitë që nuk kanë lidhje direkte me diasporën, siç e ka ai. I'm very happy that finally we have our plant also in the 7th country all across Europe. Jam shumë I lumtur që më në fund jemi në 7 vende të Evropës dhe kjo në Kosovë është një pjesë që I lidh të gjitha dhe në fund po ndërtojmë ura, sepse qëllimi jon është që të kemi platformë të riciklimit në tërë Evropën dhe për këtë kemi nevojë për pika të tilla që I shërbejnë komplet rajonit dhe në këtë rast Ballkanit Perëndimor dhe jam I lumtur që kemi finalizuar pas një kohe të gjatë për të gjetur vendin e duhur dhe tani e kemi këtu në Kosovë. Për mua ky rajon është I nënvlerësuar, sepse keni aq shumë të rinj, të motivuar, të arsimuar, siç I kemi për shembull në kompaninë tjetër në laborator. Kjo është interesante që të kemi kaq shumë njerëz që bëjnë gjëra të tilla, për një ambient më të mirë, mund ta ndjejmë disponimin e mirë dhe kjo e bën interesante. Ndërsa një gjë tjetër është që nga kjo pikë jo vetëm që do të mbulojmë Ballkanin, por edhe Turqinë dhe vende të tjera, kështu që për neve është shumë interesante të jemi këtu. Ne jemi në 7 vende dhe secili ka mentalitet apo mënyrën e vet për marrjen e lejeve, mënyra se si shkon, shpejtësia e përfundimit të këtyre procedurave. Unë kam një përshtypje të mirë për Kosovën. Është një vend I ri, I hapur por edhe tradicional. Mendoj se duhet të gjenden politikat më të mira për të tërhequr investime më shumë, edhe nga kompanitë të tjera të cilat nuk kanë lidhje direkte, siç e kemi ne nëpërmjet diasporës tuaj. A kemi imazh të mirë për investitor të huaj? I think yes. I mean, there's so much potential, there's so much... Mendoj se po, ka shumë potencial, ka shumë vende dhe shumë rini, dhe njëjtë do ta thoja edhe për rajonin, jo vetëm për Kosovën. Kur të kthehesh në Gjermani dhe takohesh me ndonjë koleg që nuk ka qenë më parë në Kosovë, çka do t'i thuash për Kosovën? I would say please go there. Do t'i thoja të lutem shko në Kosovë, sepse është një vend I mirë, ka shumë potencial dhe krijojë vetë përshtypjen, pasi nuk e pret atë se çfarë do të gjesh këtu. Një rast tjetër I kthimit nga Gjermania në vendlindje për të investuar dhe krijuar vende pune është I Muhamet Rushitit në Ferizaj. 3 vite pas luftës në Kosovë, ai vendosi të kthehet, të hapë biznes tregtar dhe duke punuar, ai arriti që të hapë edhe showroomin e ri para disa ditësh. Kur bëhet fjalë për këtë vendim të tij, e veçanërisht për të ardhmen e fëmijëve, ai edhe tani është emocional kur tregon rrëfimin e tij, derisa bën thirrje të diaspora që të bëjnë të njëjtën gjë. Në Gjermani që nga viti 1993 deri në vitin 2001-2002 dikon, por duke e por nevojën që të investojmë në vendin tonë, vendlindjen tonë, edhe pika kryesore që ka qenë edhe kthimi I fëmijëve të me këtu që mos u jap kuraja të jetojnë në vendet huaja, po të jetojnë në vendin tonë, jam kthyer në vitin 2001-2002, edhe kam filluar me biznesin, domethënë që në vitin 2003. Unë jam shumë I kënaqur me investimet që I kam bërë në Kosovë, edhe I los të gjithë mërgëmtarët, që cilët kanë veç pak mundësi të vinë se këtu ka punë, këtu punohet, këtu jetohet, edhe jam shumë I kënaqur, asnjë moment nuk jam zhgënjur pse jam kthyer për Gjermanisë në këtë vend. Kam pasur shumë oferta të mëdha në Gjermani për me nejt, mirë po I kam refuzuar gjitha, edhe kam marrë në vendin tim, edhe sot ja ku jemi, domethënë me 3 lokacione ndryshme të veprimit, me depo, me krejt, gjitha sendet, edhe jemi shumë të lumtur se biznesi jonë do të zhvillohet edhe më tepër. Prandaj ju bëj thirrje të gjithë mërgëmtarëve, të cilët kanë mundësi me orë në vendin tonë, me investu, në të vinë, se është vendi ku investohet. Gjermanë thojnë, gelt likt anë strase aba mos të finden. Shka të më thonë kjo? Parja është në rrugë, por duhet dhe ditë me gjetë. Edhe kjo ka qenë motoja ime që e kam kërkuar ta gjej parën. Dhe vendose që mos ta bësh në Gjermani, po ta bësh në Kosovë dhe që nga ajo kohë keni filluar të zgjeroni. Po, që nga e kohë kemi filluar të zgjeroni, kena vendosur që mos ta bëjmë investimin në Gjermani, po ta bëjmë në Kosovë, edhe ka qenë plotësisht I suksesshëm. Në asnjë moment nuk kemi pas ndërprerje ose vështirësi në zhvillimin e biznesit, por arsye se kemi pas edhe vullnet në punën të cilën e bëjmë sot, edhe punën e cilën e bëjnë anëtarët. Çka është më rëndësi, është ajo që e thash në fillim për fëmijën që I kam kthy,
të gjithë fëmija që janë kthyer në Kosovë janë të diplomuar. Është ky djali është me fakultet mjekësisë, vajza me fakultet mjekësisë, edhe djali ka kontabilitetin edhe çika e madhe është me mësuesisë. Investimi kryesor që ka qenë edhe ky, që fëmijët e tanë mos ta hupin gjuhën, mos ta hupin kulturën, të kenë mundësi që të zhvillojnë punën e tyre në vendin tonë. Ne kemi filluar si biznes i vogël, 2 vjet biznes familjar, pastaj me kalimin e kohës kemi pasur që ka nevojë për zgjerim. E kemi hapë edhe depon që kemi këtu afër dikon 40 depo, me mbulesë 1400 m2. Mi po, të po nevojën kemi fillu të ndërtojmë dhe këtë shërum të ri, fiks 2 vjetë banë para edhe mas 1 muje, edhe investimi ka qenë bukur i madhë, në ka dashur ta blejmë trullin këtu, edhe dikon investim me trull, me objekt, edhe me material invertorin që kemi futur, dikon ka qenë investimi afër 900.000 euro. Institucionet besoj që duhet na përkrahin me infrastrukturën të cilën me të vërtetë kemi shumë problematik, rrugën, trafot, nuk na i kanë dhënë, kemi investuar në generator, nëse nuk krijohet infrastruktura, s'mund të lëvizësh me automjet. Lafe po bëjmë automjet. Infrastrukturë nuk kuptoj vetëm me lëvizje me automjet, po infrastruktura është rryma, infrastruktura është rruga, infrastruktura është çdo sen i lehtësimit dokumentacionit, çdo sen që është nevojitet për me zhvillu duhet që shteti jon ta marrë me seriozitet, jo të krijoj bariera, por të hiq ato në mënyrë që të rjek investitorët sa më tepër që të vinë në vendin tonë. Ka vend për të gjithë. Nuk ka nevojë asnjë njeri të largohet nga Kosova për shkak se nuk pasigurojnë një rrugë. Ka mundësi. Shikues të nderuar, kjo është e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët, shihemi të njëjtën kohë të martën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëngjes.